Paul Salame, madhështia e një njeriu. Një i krishter që përkulet përpara madhështisë së një njeriu, emrin e të cilit e thërrasin qindra miliona njerëz në lindje e në perëndim të tokës 5 herë në ditë. Një njeri që në mesin e të gjithë bijve të Evës nuk ka asnjë më madhështor në qëllim, më ndikues në histori dhe më të pavdekshëm në përmendje. Një njeri që doli nga errësira e ignorancës para islame dhe bashkë me të erdhi një botë e re, mbi të cilën u ngrit një flamur madhështor, ku ishte shkruar me shkronja drite: nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Allahu është më i madhi. Përfundimi. Po të mos ishte profeti, agimi i vërtet i njerëzimit, nuk do të përpiqeshin të gjitha kurthat e errësirës ta rrethonin me gjithë fuqinë ushtarake, mediatike, kulturore e shpirtërore. Po të mos ishte profeti shpresa e njerëzimit, nuk do të kishte zënë vend në zemrat e milionat të shtypurve përgjatë shekujve. Po të mos ishte profeti ndjenja e pastër njerëzore, nuk do të ishin përulur ndaj emrit të tij të gjitha zemrat e sinqerta, lindore apo perëndimore. Po të mos ishte profeti i dërguari i mëshirës, nuk do të kishin dalë kundër tij të gjithë faraonët e kohëve. Muhamedi është një emër që do të mbetet në qendër të qenies njerëzore, rreth të cilit do të sillen epokat dhe kohët, dritë për ata që ecin, zjarr për arrogantët. Një sfidë që e dim se nuk do të përfundojë, derisa të shfaqet i premtuari nga pasardhësit e Muhamedit, i cili do ta mbush botën me drejtësi dhe barazi. Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve.